me një fushat keqe nuk mund të mirët edhe vota dhe tash të kthejme televizja vendose, 10 muaj art e kemi pa televizja vendose, nuk ka bo sen për sovrane, për poplin dhe i ka mashtruar dhe tash edhe mërgjimtarët tonë, për shpejna këto qëllëm e shmërgjimtarët, se kem aset komtar dhe tash ata mujnë me vlerësu dhe vetë, pëse do të me vëtu një njeri që i ka majt 10 mujnë pending dhe i ka mashtruhe poplin dhe sovrane dhe s'ka bo sen për to, u shtritu energjia elektrike, o zvoglu shporta shtetarit, dhe e të e shumë sanë tjera që ka bo në dëndë popullatës dhe dje isha me një televizion tjetër thanë që kam bo kërkes për një pjesë me marrë një pak shtes komendit Kosovës, po si do qoftë të gjitha të këthemi apet të Sovrani. Sovrani po jetë maj keqe dhe maj ofendumi dhe maj varfënumi. Unë shpresoj që partitë e opozitës, qoftë PDK, qoftë LDK, i kanë bo ato farë pregaditit e fundit me një lloj projekte tyne që kanë me ato farë sandet që kanë qitë në padh dhe fushat aty në Pajismir dhe shpresoj që Albin Kurti mos tjetë kryeministri i Republikës së Kosovës që po të vijë opozita dhe dalë e para qoftë PDK, qoftë LDK-ja. Mos t'i flasim këto rezultat, sepse pak më vonë